E hape? Okej, hajde, sorry. Hajde! Pik! Hajde, kap mama. Hajde, kap mami flokun? Mere kapsën. Mere kapsën kapi. Ti kapi mami? Okej, hajde. 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 Okej, hajde. Hajde. Hajde kapi mama flok. Mere. Hajde. Kap. Bravo. Verde? Oh no! Prit. Tamam mami. Tamam. Wait. Yeah. Thank you, mami. Dërsa Dadi po provon lodrën e tij të re. Kemi bler një blitz për aparatin dhe sapo e kemi vendosur dhe po e provon çfarë dritë e bën. Ndërkohë Logani t'i gjeta këtë kostumin e elfit edhe thash t'ja vishja, edhe pse Christmas ka nikur kanë 2 muaj. E Dadi, si të duket? O Dadi. O ti të hengsha flokët? O Dadi. O Dadi. Do bësh nani ti? No. O Dadi. Qa është ai? Blitzi? Logan? Logan? Uh-oh. Qa është të shpirt? Ja që më lagë, se që shumë. Hajde këtu. E po stoj. Hajde këtu te mama. Okej, sorry. Fike pak dritën që ka mami këtu. Fike dritën, thoj çopave, bye. 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 No, do ta edhësh një nga këto balonat e mamit? Do ta edhësh aty lart te qielli? Ha? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Lere tiki, hapi duart? Do t'i vej, ati kom shiu të? Lere tani që po ikën andejera. Lere, hape dorën? Yes. Hape dorën? Yeah! Iku, oh no! Zero! Iku zero ja bi! Që si vëjnë do faqë, Ua, jam duke të vi parë. Si ngjanë si donuts. Oh, ngecit e pemare çun. Ç'është ky fati zi? Ç'është ky fat skëter? Dhe ikës. Zero, where are you, Puqanaj? Zio, where you? Iku si më pësi buzët. Fix. Ua, shiko. Po këta. Oh, si petull ngjan. Bye-bye. Bye, Zero. Rire urti do zero kë. Iko zero, në la shënden. O, të ta kapi zogu. Sa t'i lavë të? Sa po erdhëm në shtëpi. Hajde. Opa!
flower ose lule shqip. Lule. Merë shiker. Që kënaqem. Ti marrin çupa atëherë. Merë njerë që çupa. Sa po erdhëm në shtëpi, kishim dalë, sot është një ditë tjetër. Është dita e Shën Valentinit, kështu që ju uroj të gjithëve gëzuar në festën. Paqet dashuri gjithmonë në jetën tuaj. Dadi më solli këto lulet nga puna. So cute. Kishte bler 2 buqeta, edhe duke ardhur rrugës, duke futur këto trëndafilat e buqeta tjetër e luleve, që ta bënda një të madhe të bukur. Vetëm për të ngrënë një bukjes. Vetëm për të ngrënë një dark shumë të shijshme. Tek ai restoranti Gras, më duket se quhet, që vajtëm edhe një herë tjetër, nuk e di për ç'a kota, po për ndonjë ditëlindje, për ndonjë gjë se mbaj mend. Po di që kemi vajtur edhe një herë tjetër dhe ishte 10 nga 10, super i mirë. Edhe sot, po prap njësoj, e kishin zbukuruar për Shën Valentin me tullumbace, me zemra, kishin bërë shumë bukur. Nuk e di, pa ai restoranti është super restorant. Edhe unë vesha këtë super palton time të madhe edhe të ngrohtë, që është e gjatë deri në fund të këmbëve, po tash nuk po tregoj dot. Prisni. Dhe mund ta ulun këtë? Po. Ashtu dhe. Kështu? Prap nuk duket, po nejse. Dhe nga poshtë kisha veshur këtë fustanin, kështu, që e kam marrë bashkëpunim nga Shein, por ka qenë bashkëpunim për të bërë një video shorts nga ato vertikale, edhe nuk e din nëse keni parë, nëse jo, shikojeni këtu, super i bukur. Ky është me kurriz nga jashtë, komplet është i hapur, po unë e vesha me këtë tjetrën nga poshtë, se nuk doja që të kisha kurrizin jashtë tani, domethënë nuk është akoma koha, po më pëlqen shumë kjo pjesa këtu si buk, super e bukur. Do si prish të lutem, të t'i fusim te një vazo me ujë, okay? Dhe vajtëm atje, porositet po hanim, vjen menaxheri i dyqanit edhe më thot mua, më fal, sorry, më fal, tha të ra diçka. Dhe unë ula kokën te karrigja, po shikoja çfarë më raste. Po të më kështë në i piru në i thikë se që bjen zakonisht, do të kësha dëgjuar. E thashë, që më ra që se dëgjohon, duke parë këshu, dhe ai nga ana tjetër, ja bëm të Albanit që. Albani mori këta, edhe unë në moment e pash, edhe unë nuk e kuptova fare që bërën këtë rengun, dhe në moment ngrita kokën që s'mu ka rënë gjë dhe pash që ky la trëndafilin. Pastaj e mori Albani dhe më dha. Oh, thank you. Thash, e keni parasysh besoj ato videon që bëjnë rrugëve, djem që japin një lule njëri tjetrit të t'ia vënë goca me të njëjtin gjë bëri dhe ky, edhe sigurisht i kishte dhënë të gjitha tavolinave ku kishte goca apo çifte, nga një trëndafil. Shumë i mirë, edhe këto t'i fus së bashku këtu tek lulet, edhe do i vendosim në ujë. Kështu tani do ndrohemi. Këto ditë unë nuk kam xhiruar fare, kam bërë vetëm klipe shumë të vogla në ditë të ndryshme. Më duket se u kam folur ditën e fundit në ditën e ditëlindjes, nuk bëm asnjë gjë atë ditë. Thjesht u veshëm bukur, bëra unë ato fotot ato gjërat dhe dua t'ju falenderoj shumë të gjithëve për urimet tuaja. Më keni uruar pafund shumë në Instagram, në Facebook edhe kudo ku kam postuar. Nuk e dini nëse këtë video do ta bëj bashkë, besoj, me videon e ditëlindjes, nuk e di se çka kam xhiruar, thjesht nuk kam xhiruar shumë. Unë fal të lutem sa të flas çupave. Po që thjesht doja t'ju thaj që nuk është se kemi bërë ndonjë gjë të veçantë që unë të xhiroj, edhe kaq. Përveç se ushqimeve që morëm neve, mbase do t'i keni parë te klipi që kam bërë, ishin super shishme siç thash. Na sollën edhe nga një shot të vogël, sollën 3 copë, 2 për mua dhe Albanin që kishin ishte liker me alkool, po nuk e di se çfarë lloj likeri. Ishte ngjyrë siç e pat si i kuq dhe të njëjtën pije, në të njëjtën ngjyrë ja kishin hedhur edhe loganit që ishte thjesht pije lëng frutash, të kuqe që të mos bënte dallim nga tonat, edhe na tha që kjo është për bebin, këto të dyja për ju. U kënaq ky, e bënte gëzuar, i thoja unë mbaj dorën këtu të 3 bashkë të bëj foto, e bërëm foto, nuk ju bë shumë qefi, domethënë loganit. Okej, ka të shifrasin e vonë. Drekën për sot po na e bën Albani. Ndërkohë unë po bëj gati shpejt e shpejt një pako të cilën do ta nis për në Shqipëri për 1-2 orë do shkoj Albani do ta çoj. Këtu kam këtë gjën e Julias, parcel me zemër që ju do ta keni parë tek videoja e kaluar, të cilën unë sapo e xhirova, sepse e kisha xhiruar një herë të bashkëpunimin për atë video, por nuk më pëlqeu.
nuk ishte dalë bukur, edhe e fshiva atë klip, xhirova një tjetër tani që doli më i lezetshëm dhe do ta fus këtu tek ky kartoni. Ky është nga Morphe, mora disa furça të cilat do të tregoj ndoshta më vonë dhe prisë se do marrë dhe kutinë e zezë. Po thaj që ky kartoni është nga Morphe, bleva disa furça shumë të mira dhe do t'i vendos këtu. Kutia është kjo. Që të jenë të ngjeshura mirë në kutinë e vet, të mos dëmtojnë gjatë transportit. Nuk është se ka ndodhur ndonjëherë të na e dëmtuar diçka gjatë transportit, po gjithsesi të jemi të sigurt. Po e çoj në paketimin origjinal të vetin. Një është këtu dhe gjëja e dytë që do vendos tek kjo pakora është një Chanel No. 5 që ka aromë fantastike. Po shpirt erdha! Vetëm se që të mos prishet edhe parfumi. Do t'i vendos këtë tjetrën. Besoj që nuk do përbëj problem. Ose po gjeta ndonjë gjë, mbase të vendos edhe këtë për ta mbushur në anësore. Që të mos lëvizë parfumi gjatë rrugës për këtë gjë, për këtë arsye. Më erdhi një ide tjetër. Do fus parfumin te çanta e Julias. Se kështu është më i sigurt. Dhe këto bijut do t'i vendos kështu, të hapura, sepse varëse domethënë nuk e gjen gjë. Okidoki, edhe tani duket kështu. Nuk e di nëse dëgjoni atë muzikën që po dëgjon Albani nga kuzhina. Shpresoj që të mos e dëgjoni. Ka ngritur muzikën më të lartë dhe po gatuan për qefin e vet, po na bën burgers dhe gjithashtu skuqi dhe ca patate, ndërsa kjo do shkojë në një vend tjetër, ndërsa kjo që janë unazat, që po prapë keni parë tek video e kaluar, do vej edhe kjo te kutia e vet, me çantën e vet, me katalogun e vet, me këtë gjën e vet. Dhe këto janë për motrën time, do shkojnë në Tiranë. Dhe gjithashtu, çfarë do t'i çoj motrës? E pra lëmshin që ka nisur mirë. Këtu kam këtë pellushin që mora tek Shein, që është ky i kuqi, besoj do ta keni parë, që thash do t'ja marr një motrës. Do t'ja çoj sepse nuk e kam çuar akoma. U çuça. Dhe këtu brenda kam një thes plot me rroba si zakonisht, të cilat janë palto, xhaketa, shumë gjëra të tjera të cilat nuk kam kohë t'i hap dhe t'u tregoj. Çfarë nuk më bënte, çfarë nuk më pëlqente, i kam futur këtu dhe do t'u nis dhe shpresoj të mos kem harruar ndonjë gjë pa futur në pako. Nuk e di. Do hedh një sy shpejt e shpejt, do t'i shkruaj motrës se çfarë i kam thënë që do i dërgoj, që ta di. Këtu ka vetëm rroba. Edhe duhet të mbyll pakon që t'i çoj siç thash, se edhe shumë kohë nuk është se kemi. Kisha një karton, doja t'i vendosja këto gjërat në karton, e mori Albani sot në mëngjes sepse ndërroi vajin dhe filtrat të makinës vet, edhe u shtri poshtë në tokë, kështu që u prish. Dhe do t'e tregoj në këtë qeskën e zezë, të cilën do ta mbyll shumë mirë. Pa mbyll atë. Përveç këtij thesi të madh, harrova që kam edhe disa gjëra të tjera që duhet i çoj. Si fillim do t'i jap mamit disa 3 copë nga tulipanët e mi të kuq. Do t'i jap këto rozët dhe kam edhe disa të tjerë të bardhë që janë shumë të bukur. Mora një sikjon për vete për të pastruar make-upin dhe këto të dyat e duar që janë shumë të mira kur lan fytyrën që mos të kulloj ai uji këtej poshtë. Mora 2 copë edhe njëra është për motrën time, kështu që do ta dërgoj edhe këtë. Brenda kam një bluzë të cilën nuk e dua, edhe do ta dërgoj edhe atë. Te këto 2 kuti Logan, të lutem, dil këtej? Dil këtej të shpirt? Yes, bravo. Thank you. Tani,
Te këto dy kutit kam 2 filxhan identik, një për mamin tim, një për mamin e Albanit. Te këto dy kartonët kam 2 filxhan identik, një për një për mamin tim, një për mamin e Albanit. Kur më solja nisa dhurat këtë filxhanin, do me thënë identik si ky, mami tim i pëlqeu shumë, edhe mamit e Albanit që pa i pëlqeu shumë, kështu që ja mora të dyjave identik nga një, ti kenë të pinë kafet e tyre. Mamit e Albanit i çova 2 filxhan të tjerë, një roz dhe një blu paracakosh me lule, nëse e mbani mend. Yes, mbyllet derën, kam shpirt. Thank you. Dhe ato i pëlqen shumë, e pin kafen atje prindrit e Albanit, dhe ndërkohë të njëjtët i mora po prap edhe për prindrit e mi, që janë këta këtu. Ky filxhani blu, shumë i bukur, e adhuroj, dhe një roz. Tani këtë herë këta janë për prindrit e mi, që ta pin edhe ata kafen këtu. Dhe këto gjëra duhen paketuar shpejt e shpejt, bashkë me thesin këtu, ose ku do t'i fus një zot e di. Unë paketova pakon, Albani bëri bukën, pastaj hëngrëm, unë u futa në kompjuter, editova, xhirova ca gjëra të tjera që duhet i xhiroja, ndërsa Albani shkoi për të lënë pakot, edhe i gora, ka ardhur momenti që të laj fytyrën, më ka zënë një dhimbje koke nga kompjuteri, gjithë ditën pothuajse në laptop, dhe përveç dhimbjes së kokës, më bezdis shumë edhe make-upi, kështu që ta shtukim. Edhe pak Logan do flej, është bërë gati për gjumë, sapo e veshi Albani. Sot nuk ka fjetur në drek, mirë do ishte të flinte, të bënte një dremitje që të mos zgjohet natën, se kur nuk fle në drek, fle herët në darkë, por zgjohet nga ora 12, do më thëmë fle në orën 8 të darkës, nga ora 12 zgjohet. Ka raste që fle direkt, ka raste që do të rri një orë zgjuar, ndërsa kur fle në drek, vërtet mund të fler pak vonë në darkë, nga ora 10 e darkës, por e bën gjumin e plot deri në mëngjes, nuk zgjohet datën, kështu që hall kështu edhe hall kështu, po që t'i bën. Sot nuk fjeti, harruam fare ta vidim në drek, u morëm ca me punë, ca ndej, ca këtej, vetëm kur pam orën 3:30 tham jo, tani se vëm dot në gjumë se do na bëj nami pastaj në darkë. Edhe sot unë ndenja gjithë ditën në shtëpi, nuk do lë fare, filloi një shi. Albani ishte shumë e fat. Sapo mbaroi ato filtrat vajin çaj ndroj makinës, ishte koha mirë. Vrejtur, po që nuk ra shi. Sapo mbaroi Albani, erdhi brenda, filloi shiu. Ndërsa nesër nuk e di si do jetë koha, edhe nuk e di se çfarë do bëjmë. S'kemi asnjë plan. Unë të kam bërë një dhurat. Okej, të kam bërë dhe një dhurat tjetër. Sa i poshtët. E gjeti, Gjeti egën. Të pëlqen kjo dhurata tjetër kemi? Shika sa e bukur. Të ta hapësh pak të? Ullu aty, ullu mirë. Yes. Ta hapim? Dale ta hapim, mama? Yeah. Dale se s'po e hapim dot. Hape qik daddy, please. Qërë është ajo? Po ajo që këtë dora qërë është? Prit, ta hapi daddy njërë këtu, pasaj e gënë. Oh, wow! Që është kjo dhurat ka që bukur? Ullu atje të lutem? Ullu të vëndi? Po, ullu të vëndi? Ullu këtu, opa!
dadi. Prit. Qa është kjo dhurat ka që bukur? Ha? Qa është kjo dhurat ka që bukur? Ha? Këtu kemi një djalë që hiqen këto, pjesët e trupit, edhe Logan duhet i vendosi të gjitha. Edhe këtu janë organet që do t'i gjej se ku vendosen. Oh, wow! Ku vendoset truri? Këtu, te koka. Ere trurin këtu. Ky është truri që vendoset këtu. Wow! Pa ty viret. Bukur Logan? Buri kokën. Pa futi trurin brenda njërë, pasaj kokën. Shiko mamin. Shiko mamin. Të mësoj diçka. Të mësoj mami diçka. Që bëre trurin ti? Truri këtu. Që bëre? No. No, ashtu no, se prapë thi. Yeah, well done you. Bravo Logan. Po të gjitha këto organet do t'i vendosim këtu brenda. Okej? Shumë bukur kjo. Edhe është prej truri. Thej mami thank you të lutem. Thej thank you mami. Thank you. Logan. No. Do më thash thank you të lutem që të bëra dhurat? Të ndihmon zemra jote. Do më thash thank you mamit? Thank you mami. Dhe harroj atë vezën që ka aty. Bravo se i kishe mbrapsht të lumt.